Ndërsa në Tiranë zhvilloi takimi i koalicionit të vullnetshmëve për Ukrainën pa praninë e saj, Giorgia Meloni nuk qëndroi pasive. Nga Roma ajo mblodhi një tjetër tryezë të fuqishme diplomatike me pjesëmarrjen e zëvendëspresidentit të Shteteve të Bashkuara Gjidi Vance dhe presidentes së Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen. Qëllimi i takimit ishte përparimi i negociatave tregtare midis Shteteve të Bashkuara dhe Bashkimit Evropian, ndërsa Ukraina dhe çështjet e mbrojtjes zunë vendin e tyre natyrshëm në diskutime. Një fillim të ri në marrëdhëniet tona dhe për të avancuar bashkë drejt një marrëveshjeje të drejtë për të dyja palët. Nga ana tjetër Gjidi Vance e vuri theksin te vlera strategjike e Europës si aleat duke pranuar se pavarësisht mosmarrëveshjeve të herpashershme, partneriteti transatlantik mbetet i fuqishëm. Europa është një aleat i rëndësishëm. Misht kanë ndonjëherë dallime sidomos për çështje si tregtia, por bashkëpunimi i ynë mbetet kyç. Von der Leyen shtoi se Ukraina nuk u la jashtë tryezës. Ajo falenderoi Shtetet e Bashkuara për angazhimin ndaj paqes dhe theksoi se java e ardhshme mund të jetë vendimtare për të ardhmen e konfliktit. Ndër temat kyçe u rendit edhe mbrojtja. Shefja e Komisionit Evropian nënvizoi angazhimin e Brukselit për të përmbushur kërkesat e Washingtonit për investime në fushën e sigurisë dhe mbrojtjes. Si komision kemi mundësuar përdorimin e deri në 800 miliard eurove në 4 vitet e ardhshme për investime në mbrojtje. Kjo është përgjigjja jonë ndaj nevojave të kohës. Samiti në Rom konfirmoi pavarësinë dhe rolin diplomatik të Italisë në arenën ndërkombëtare duke kthyer mungesën e Melonit në Tiranë, në një deklaratë të heshtur por të fortë.